Le bërë me orë qëtën. Me datën 13 qershor, besimtarët katolik kremtojnë festën e Shëndot apo Shën Antoni të Padovës, një prej shenjtorëve më të njohur dhe më të dashur të kishës katolike. I njohur për përkushtimin ndaj fesë, predikimet dhe ndihmën ndaj njerëzve në nevojë, Shëndo konsiderohet simbol i shpresës, besimit dhe bamirësisë. Festa e tij kremtohet çdo vit në shumë vende të botës, por gëzon një ndërim të veçantë edhe në trevat shqiptare. Për shumë familje, kjo ditë është një rast për lutje, falënderim dhe bashkim familjar, ndërsa mbrëmja e festës shoqërohet me pritjen e mysafirëve dhe ruajtjen e traditave të trashëguara ndër breza. Kjo traditë po vazhdon të mbetet gjallë edhe në Malsi, ku me rastin e kësaj feste ne vizituam familjen e Gjergj Luc Ivanajt në Kakariç, ku mirëpritëm me zemërgjërsinë, bujarinë dhe mikpritjen që prej kohësh janë bërë pjesë e identitetit të familjeve malsore. Obori i shtëpisë ishte mbushur me familjar, miq dhe dashëmir, të cilët ishin mbledhur për të ndarë së bashku gëzimin e kësaj natë feste. Për këtë fest kishin ardhur edhe familjarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke dëshmuar se pavarësisht largësisë dhe viteve të jetës në mërgim, lidhja me vendlindjen, familjen dhe traditat mbetet e fortë. Ishte një mbrëmje që bashkoi breza të ndryshëm në të njëjtin çati, mes kujtimesh, bisedash të ngrohta dhe respektit për zakonet e trashëguara nga të parët. Faleminderit edhe ju si staf të gjithëve. Faleminderoj që keni veganisë me ardhën kullën tonë. Kjo fest është tradicionale, me tash, fest tradicionale me tonë kohën e kemë lutje kështu, si ke muje. Herë me kushte më të mire, herë edhe më të dopta, në ka kushtet besa se tash. Si e mbani mend se është festuar kjo fest kur keni qenë i ri? Vete pa met se tash kondo vjet pak i kom. Pa met keqa lut. S'kan pas, kam një kanë lut. Janë mundua me lut, janë shtu me ata që kanë pa, por nuk ka. On ka dyzenie, qefi, vullneti e tonë ata vetëm. Sa e rëndësishme mendoni se është me ruajt këtë traditë në Malsi? E rëndësishme është boll. Ajo e rëndësishme, boll me ruaj, por zdi sa kem me ruaj. Nuk di sa kem me ruaj. Çfarë ka ndryshuar nga ajo kohë deri sot? Ka ndryshuar boll. Ka ndryshuar, do me të kënë boll ka ndryshuar. Atëherën ka dashnia e sinqeria më të ndryshme tash. Ka ndryshuar boll, por. Po mikpritja? Mikpritja, edhe ajo ka ndryshuar pak. Atëherë nuk i kam pasi tash kushtet e ato, por ka ma bujare, e kanë me zemër të bardhë, e kanë pa ata që kanë pa tash. O ma kollaj, kushtet më të kollajte. Po tani, sa kohë ka që jeni përgatitur për këtë fest? Nëse gjithë ti të mu pregadit tash në kollaj, se tonë për 2 ditë e pregadit ta, por për para o kështirë. Melja prej vit janë mutuan për me pregadit me lutë festën. Dhe tash në kollaj, se e lutë njëri kollaj. Tonë ata e mojve të pregaditje për 2 ditë. Se më vinë fëmija ata e kryjë në vërësëm vetëm së rrije, tash në kollaj, për para o kështirë. Melja prej vit janë mutuan me pregadit me lutë festën. Sa ka ndryshuar edhe ato, besoj, ato gjenerat ushimet, që tjeta jo tryeza plot, besoj ka ndryshuar? S'kan pas. Kanë pa mishë e këta, po s'kan pa. Ndërsa tani kemi po thëmë... Tash zdiq kem, tash zdiq me ta se tash kasja zdiq ka është. Vetë për vetit të zdiq janë, se për para s'ka e pa, ka i pa i grim, një që thomë na i hudëra, i kanë pa i grim djathë e diq, po pak, s'kan pa, s'kam një. Tash zdiq ka se tash zdi me njoftë, as nuk veç. Çfarë emocionesh ju sjell kjo na, duke qenë se keni bashkuar besoj edhe familjaret, miq? Emocionet kur bashkon familja ata në fort, por është mu bashkohë, sot është mu bashkohë, se vetë do me të këmatë për veti, vetja i 15 të fmi i familje sa. E vetja ma i vogli e konë qëndrua tonë kohën këtu. Ta tonë i konë Amerikë pos vetë. Edhe pej tonë familje sa i konë 2 varza, se tonë një për tonë jonë në Amerikë pos 2 varza të e mija me do fmi. Por jeni munduar që të bashkojni sonte? Jë munduar pak se pap, jo me metë, si me mu i glim, po zdi sa ka me paje. Mirë. Po, mikpritja, sa rëndësi ka sot? Si e shqipni, ka ndryshuar ajo? Ajo ka ndryshuar, si të kush.
varet si të mikpritja, gjithmonë ka mikpritja, ka me para, po tash nuk. Mirë, po apo e ruajnë të rinë këtë traditë në Maqësi? Aty s'kon, s'kon koment aty s'di që kanë me bënë. Por, mendoni që duhet vazhduar të ruajnë? Po shpresa që ka me kënë, por nuk e di. Do zoti, inshallah, ka me kënë, por për ditë e ma pak. Dhe cili do ishte urimi juaj për gjithë ata që lusin këtë fest? Për gjithë që lusin, uroj sukses për festën, do lamit jetës, dashnie, sinqeritet që tonë, inshallah, e kanë tonë, do lamit jetës janë të knaqur e me dashnie, me sukses. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, faleminderit edhe për ju që keni zgjidhur neve me ardhtëna. Si fillim, unë e pa me të shumë mirë, se jam me kohë së re, po ka si e pa me të ma keq, ma mirë, po gjithçka kanë rregull që është se e di vetë. Vetëm gjithçka që ka se pa me të fëmijët tanë është se ne kem sjell dikur fërlikun me dorë. E tash e sjellin me struj. Ja ta mund me këtë dallim, se s'ka shumë dallime qysh atër, si e pa me vetë. Çfarë do thotë për ju kjo festë? Ky bashkim familjar? Është shumë festë e bukur, bashkim familjar, vllaznit i kam në Amerikën, Shtetet Bashkuara, vinë për këtë festë Enkas. Mirë. Besoj është një emocion i vërtetë. Shumë, është diçka shumë e bukur, si s'ka përshkrim, s'di si më tha. Apo sa i përket atyre traditave, mendoni si janë përcjell që nga ajo koha më parë janë përcjell sa i përket jo vetëm ushqimit, po të them edhe asaj mikpritjes dhe a është diçka tjetër që do veçoni, çfarë është përcjell nga ajo kohë? Mikpritja është diçka që me traditë në shtëpiat tona, të gjithkush në Malësi. Është diçka që e pajmë met edhe e shtyjmë brez për bas brezit. Është diçka e bukur që duhet me i ruaj gjithkush. Diçka që se ka çdo kush në këtë mikpritjen, malësore, traditat tona, është mirë me i ruaj gjithkush. E mirë, cili do ishte urimi juaj për gjithë ata që sonte festojnë këtë festë? Enkas uroj kojasve urime, edhe gjithë Malësis, mirë se vinit e na në fest, sonte edhe nesër, jinit mirë se ardhur gjithë. Gëzuar e pritë që mirë. E me buz moj si qërëshi E ja belin të të marë Oj, Faleminderit shumë, po kaloj shumë mirë. Jam shumë e gëzuar që jam pjesë e kësaj festës. Jam edhe si e vogël, jam kanë shumë shpesh të daja dhe mezi prisja ta këtë festë e kaloj me shoqëri dhe me kushëri. Si e mban mend kur ishe më vogël, si është festuar kjo festë, çfarë mban mend nga ato kujtimet e fëmijërisë? E baj mend prish shashirt me vindajat nga Amerika dhe të kaloj ditët më të bukura me ta dhe e pa me si një festë e veçantë, shumë e bukur dhe shumë e lumtur. Dhe çfarë bënit? Edhe bënit punë, ishit në ndihmë familjarëve, apo qëndroshit të gjithë kushërisë së bashku dhe po thon luanit ju me njëri tjetri, kalonit kohë së bashku me njëri tjetrit? Po, vishim disa ditë përpara këtë gjyshjat edhe të gjyshi dhe prisim të vinë Amerikanë dhe u knaqshim të u lujtu një muaj gjyks të përgatisi për festë dhe mezi presim të ndihmojmë gjyks dhe gjyshit dhe të kalojmë kohë sa ma shumë me ta. Cila pjesë ndihmës ju pëlqen më së shumti, të përgatitni ushqime apo të jeni jashtë në shërbim? Më pëlqen më shumë kur na thot gjyshja me dal jashtë dhe me pastrua rreth shtëpisë se kalojmë kohë së bashku dhe qesh na bëjmë një lumturi që është shumë e bukur. Mi, po si ndihesh që përmend edhe ti vetë që bashkoheni të gjithë kushërit apo jo? Si ndihesh? Dihem mrekullueshme, kaloj kohë me ta flasim, bëjmë pralla dhe si tradit shumë nga vojl, jem kënë këtu dhe me zi pris të kalojmë kohë ma të bukur dhe të lojmë dhe... Mi, po sa i përket atyre ushqimeve tradicionale apo atyre ushqimeve që ndoshta të ka mbetur në mendje, që të ka pëlqyer që në fëmijëri dhe vazhdon ndoshta të jetë edhe tani ai ushqimi preferuar për festë, do na zbulosh se cili është? Po, pite klinit, më pëlqen shumë se ma përgatit gjyshja dhe shumë herë kam provuar pite klinit, por si gjyshja se godi kurkush. Dhe cili do ishte urimi për këtë natë?
uroj të gjithëve që kanë këtë festë të bukur, të kalojnë mas mirit me njerëz që i duan dhe jeni të lumtur. Danieli unë qaj. Daniel, si po kalon ti sonte? Mirë. A ke ardhë në festa, po jo, të kush ke ardhë? Të dajat. Të daja, dhe si po kalon, a qëfar po bën ti sonte këto? Tu e dimuar gjyshit e gjyks. Në qëfar punët po ju ndihmon ti ma shumë ti? Për momente jam tu në kavzoa njerëzve ku mu parkua. Dhe ka mysafir shumë, ta po. Mirë, shohim që këtu mrapa është duke u pjekur edhe mishi i Ferlikut. A ke ndihmuar ti në atë pjesë? Po, Dhe të pëlqen ty? po, Mirë. A do urosh gjithve atyre që festojnë këtë festë? Do ju urosh? urime tonë aty në si u feston natën e shnatonit. Atmosfera festive vazhdoi deri në orët e vona të mbrëmjes, e shoqëruar me muzikë live, këngë dhe momente të bukura argëtimi, duke kthyer natën e festës së Shëndotë në një mbrëmje të veçantë bashkimi, gëzimi dhe miqësie.